Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët nuk ju a thonë, soda e bukës është sekreti që pastron veshkat për gjithmonë. Ja si ta përdorni. Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm në organizëm. Veshkat janë tepër të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë organizmit. Procesi i pastrimit të organizmit është mjaft kompleks dhe ka zanafillën e vet tek veshkat. Përmirësimi i funksioneve të veshkave ka rol vendimtar në shëndetin e të gjithë organizmit. Problemi është se fal veseve të këqija, veshkat vuajnë dhe nuk punojnë siç duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës. Ne këtu do t'ju tregojmë se përdorimi i sodës së bukës mundet gjithashtu që të ngadalsojë sëmundjen kronike të veshkave. Sodë buke për ngadalsimin e sëmundjeve kronike të veshkave. Një studim tregon se 134 pacientë të prekur nga sëmundje të tilla morën një dozë të caktuar sodë buke dhe rezultatet e analizave shëndetësore treguan se përdorimi i sodës së bukës arrinte që të ngadalsonte avancimin e sëmundjeve kronike. Provoni gjysmë lugë çaj me sodë buke në ditë, të tretur në një gjysmë gote ujë. Pini një orë para drekës ose një orë pas. Pijeni për rreth 15 deri në 20 ditë. Rekomandohet gjithsesi që ju të mos hiqni dorë nga konsulta me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të keni parasysh se veshkat luajnë një rol tepër të rëndësishëm në organizmin ton. Ato përpunojnë pjesën më të madhe të mbetjeve ushqimore. Nëse lëngjet trupore nuk dalin nga sistemi, kriprat minerale bashkë me substanca të tjera kimike ngurtësohen duke formuar atë që ne njohim si gur në veshka. Prania e tyre shkakton dhimbje dhe mundet që të përkeqësojë shëndetin. Përmasat e këtyre gurëve janë njëkohësisht të ndryshëm dhe në shumë raste bllokojnë zbrazjen e fshikëzës duke i çelur rrugën infeksioneve urinare. Gurët në veshka munden të trajtohen nëpërmjet medikamenteve ose kurave natyrale. Megjithatë, nëse një gur është i përmasave të mëdha, atëherë ai duhet hequr nëpërmjet ndërhyrjes kirurgjikale. Gurët në veshka dhe roli i tyre. Shurupi me limon dhe majdanoz është një kurë shumë e mirë natyrale të cilën ju mund ta përdorni krahas trajtimeve për gurët në veshka. Përpara se ta përdorni ato, duhet të dini se çelësi i parandalimit të gurëve në veshka është që ju të pini shumë lëngje. Nëse organizmi jon është i hidratuar, atëherë lëngjet qëndrojnë në organizëm dhe kështu ato krijojnë gurë në veshka. Sipas ekspertëve, bashkë me ujin rekomandohen edhe produkte të cilat kanë efekt diuretik siç mund të jetë majdanozi dhe limoni. Vlerat e limonit. Limoni përmban 2 acid tepër të rëndësishëm të cilët parandalojnë formimin e gurëve në veshka. Acidi citrik dhe ai fosforik inkurajojnë nxjerrjen e kripës dhe të toksinave nga organizmi. Limoni promovon eliminimin e lëngjeve të cilat akumulohen në inde dhe nxit nxjerrjen e lëngjeve. Për më tepër, lëngu i limonit ka vlera kundër baktereve dhe mykut. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se majdanozi është një nga barishtet më të shëndetshme dhe më të vyera për shëndetin e veshkave. Vajrat esencial rrisin nxjerrjen e lëngjeve nëpërmjet të cilave toksina dhe yndyrat largohen nga organizmi. Majdanozi përmban shumë vitaminë C që forcon sistemin tuaj imunitar dhe kuron infeksionet. Shurup me limon dhe majdanoz. Me këtë recetë do të përzjeni limonin, majdanozin, mjaltin dhe gjithashtu vajin e ullirit. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë lëngu i një limoni, një tuf majdanoz, një filxhan çaj me vaj ulliri, një filxhan çaj me mjalt. Përgatitja.
Shtrydheni lëngun e limonit dhe përzihni mirë me majdanozin në një mikser. Përzierja të dy produkteve do të krijojë një masë të gjelbër të cilën ju duhet që ta përzihni me mjaltin dhe vajin në të njëjtin mikser. Kur shurupi juaj të jetë gati, hidheni atë në një kavanoz qelçi. Mbylleni kapakun dhe ruajeni në një vend të errët dhe të freskët. Si të përdorni shurupin? Merrni një lugë çaj nga ky shurup çdo ditë me stomakun bosh. Nëse dëshironi, mund ta tresni në një gotë me ujë që ta pini më lehtë. Gjatë ditës duhet të pini 2 litra ujë që të shumë fishoni ndikimin e shurupit. Shurupi duhet pirë vazhdimisht në mënyrë që të vëreni përmirësime. Kjo këshill vlen edhe për pacientët të cilët kanë gurë të vegjël dhe sasi të vogla gurësh në veshka. Pacientët të cilët janë të diagnostikuar me gurë të mëdhenj duhet që ta marrin shurupin si shoqërues të medikamenteve, por gjithmonë keni parasysh që të konsultoheni me mjekun tuaj para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Veshkat janë shumë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave jashtë organizmit. Procesi i detoksifikimit të organizmit është aq kompleks dhe ka pikërisht zanafillën tek veshkat. Përmirësimi i funksioneve të veshkave ka gjithashtu një rol tërësisht vendimtar në shëndetin e të gjithë organizmit. Problemi është se falë lëvizjeve të këqija, veshkat të vuajnë dhe nuk punojnë ashtu siç duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë tuaj të jetesës. Këtu ju do të mësoni për një recetë ideale me qep, e cila gjithashtu do të forcojë veshkat tuaja dhe do të ndihmojë që ato të largojnë me shpejtësi të gjitha toksinat e dëmshme. Qepa është e pasur me vitamina dhe njëkohësisht me minerale tepër të rëndësishme, të cilat e mbështesin dhe e mbrojnë organizmin në shumë dimensione. Qepa ka një efekt pastrues, shërben si antibiotik dhe ka ndikim diuretik. Të treja këto vlera prekin drejt për drejt shëndetin e veshkës. Përbërësit e qepës krijojnë një mburoj në veshka dhe e mbrojnë atë nga radikalet e lira. Alicina është një nga përbërësit më kryesor të qepës dhe i jep asaj rolin e një pastrueseje efikase për veshkat. Vitaminat dhe mineralet tek veshkat ekuilibrojnë sasinë e lëngjeve në trup dhe njëkohësisht të elektroliteve. Qepa përmban gjithashtu vitamina A, B, C dhe E. Ajo është e pasur edhe me minerale si për shembull kalciumi, kaliumi, magnezi, sodiumi, silikoni, sulfuri, fosfori, jodi dhe bakri. Qepa përmban njëkohësisht edhe fiber, e cila është e nevojshme për sistemin tuaj tretës. Si të përgatisni kurën e qepës? Ju duhen 2 litra ujë, 2 qep mesatare, 3 tufa majdanoz, lëngu i 3 limonëve. Ngroheni ujin në një tenxhere, qërojeni më pas qepën dhe prini në copa të vogla. Hidheni ujin e ngrohtë në një kavanoz të madh dhe më pas hidhni qepët. Shtoni aty majdanozin dhe lëngun e limonit. Hidheni ujë të ngrohtë në një kavanoz të madh dhe më pas hidhni aty edhe qepët. Shtoni majdanozin dhe lëngun e limonit. Pas 2 orësh merreni dhe kullojeni lëngun. Lëngu duhet konsumuar në doza të barabarta gjatë ditës. Idealja është që të pihet 5 deri në 6 herë gjatë ditës. Efekti diuretik është mjaft i fuqishëm, ndaj kjo kurë mund të përdoret 3 herë në javë dhe në varësi të detoksifikimit që kërkon ky organ. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.